botës FIFA 2026 shënon edicionin e 23 turne i cili do të zhvillohet për herë të parë në 3 vende, në Kanada, Meksik dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga 11 qershori deri në datën 19 korrik 2026. Ky do të jetë edhe edicioni i parë i cili do të përfshi 48 skuadra pjesëmarrëse në vend të 32 që kanë qenë deri në 98, ndërsa finalja pritet që të zhvillohet në stadiumin MetLife në New Jersey të Shteteve të Bashkuara. Kujtojmë këtu se ndeshja hapse turneu do të zhvillohet në datën 11 qershor në stadiumin Estadio Azteca në Mexico City, Ciudad de Mexico. Siç njihet ndryshe ose Mexico DF. E për të folur për këtë botror të jashtëzakonshëm i cili është tek Pragu, Glentin Albani, kryeredaktori i Procesit Sportiv, është me ne sot në studio. Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes. Mirë që jeni sot, më morën energjinë. Po patjetër, ofron gjëra të bukura. Pra, botrori i parë, siç po të pyesja edhe jashtë kamerave, me 48 skuadra, e bën kjo garën më interesante apo ul cilësinë e ndeshjeve? Shiko, ky është një eksperiment, nuk është se ka një provë që duke arrit ekipet do jetë botror më i bukur. Ne ndoshta jemi pak nostalgjik te botrori më pak skuadra, ku i mbani mend gjithë ekipet, mbani mend gjithë lojtarët, paktën kur isha i vogël i dija të gjithë se kush do luanin, grumbulloja do letrat për fotografitë e lojtarëve. Kështu sot për shembull, nganjëherë më vjen dyshimi dhe them, për shembull, përmendet një skuadër, Danimarka. A është Danimarka se mbaj mend, a është apo s'është? Ai shumë skuadra marrin pjesë. Po Italia është apo s'është? Italia nuk e harron dot se flitet ai shumë që nuk do jetë. Se unë se kam ndjekur atë. U fol që mos vinte në vend të Iranit. Ja, është Irani do marri pjesë aty edhe pse pak i përgjysmuar, sepse siç po raportojnë media janë 13 vet të delegacionit që nuk janë pajisur dot me vizë. Imagjino as presidenti i federatës që është kryetari i delegacionit, mund të themi, nuk është lejuar që të futet në Amerikë sepse nuk i kanë dhënë vizën. Për shkak se Trump mendon që ata janë të lidhur me edhe mund të jenë në fakt, edhe mund të regjimin atje dhe i quhen terrorist, edhe nuk i ka lejuar. Pak në fakt është bërë pak e bezdisur kjo situata, sepse dje për shembull kombëtarja e Uzbekistanit kur zbritin nga autobusi ishin pamjesh jo shumë e bukur, ja hoqën gjithë, ja nxorën gjithë valixhet jashtë, edhe i kontrollonin edhe me qen aty duke i nuhatur ato, hapnin duart ata me metal detector, gjithë si futbollistët që do. Jo shumë mirë kur vjen një delegacion, ai është ti duhet i presësh mirë ata, se në fundit është një event botrori, nuk jemi mësuar të shohim këto pamje. Ose një arbitër për shembull nga Somalia që ishte një event në Somali, ishte bërë një event gjigant që një arbitër do përfaqësojë në botror. Edhe presidenti i vendit e kishte quajtur krenari kombëtare, gjithë ato rituale. Ai shkon atje në kufi dhe jo nuk do kalosh, do kthehesh mbrapsht. U kthye mbrapsht. Nuk do marrë pjesë. Shumë keq kur gjithmonë çështje politike lidhen me sportin, që është një lidhës të shteteve, por këto janë momente paqe për të kujtuar që po kalojmë në botë, kështu që edhe një sulmues i Irakut ishte mbajtur 7 orë në kufi me pyetje, me i kishin marrë celularin, kontroll celularit. Do ishin disa situata që para botrorit bëjmë pak lajm sepse nuk ka ndodhur ndonjëherë më përpara. Dhe situata në botë duhet të ambientohemi edhe me këtë gjë. Po kjo deri diku tregon që nuk do jetë një botror si gjithë tjerët, sepse edhe tifozët do kenë pak vështirësi në 3 vende për të udhëtuar, të tre këto vende kanë procedura të ndryshme për vizat. Kështu që është pak e ndryshme situata në krahasim me botrorët e mëparshëm. Tani, ndeshja e parë hapse pra do të jetë në stadiumin Azteca, është një stadium jashtëzakonshëm, stadium historik, sepse është hera e parë që një stadium do presi 3 ndeshje të para. Sepse Meksika ka pritur 2 botrorë të tjerë në 70-ën. Fitoi Brazili dhe në 86-ën fitoi Argentina. Kjo do jetë hera e tretë që ata presin një ndeshje të parë. Ndeshja e parë është gjithmonë një event shumë i rëndësishëm për botror. Gjithashtu, Azteca është një stadium 90.000 vendsh ku ka dhe një histori me dorën e Zotit, sepse aty në atë stadium është luajtur ndeshja e famshme Anglia me Argentinën, ku Maradona bëri ato 2 gola, njëri nga mesi i fushës që dribloi gjithë kundërshtarët, edhe tjetri pastaj me dorë që kanë hyrë në histori. Kështu që ka një fakt historik ky stadium Azteca në Mexico City. Ndeshja hapse do jetë aty në orën 9, mos gaboj me orën e Meksikës duhet jetë ora 1 e drekës, mos gaboj. Po do jem pak të orare. Që do jetë ora 9 në Evropë, pra. Ora 9 në Evropë, ora 21 në Evropë kur do bëhet ndeshja e parë hapse. Shumë mirë. Do thotë që sepse kjo ishte një problem, mbaj mend në 94-ën, ndeshjet u përshtatën me orarin evropian dhe kjo shkaktoi vështirësi për futbollistët, ato pushimet e ujit, sepse duhet luanin ditën në Amerikë për të rënë natë këtu tek ne, pra ishte parë se çfarë mund maksimizonte. Finalja mos gaboj është luajtur në orën 3 të drekës. Temperatura ishte 36 gradë,
madje pak ditë më parë. Është edhe Messi korrikut pastaj kur dëgjoja një intervistë të Dungës, thoshte na digjnin këmbët nga poshtë. Domethënë e ke parasysh kur është ajo toka shumë e nxehtë. Po patën ata kishin ndjes që ndërpreva. Kan patur edhe në atë kohë, ata kanë patur edhe këto fushat sintetike, ndoshta apo nuk lejohet ajo në botror. Nuk besoj që në atë kohë kanë qenë fusha sintetike, nuk më merr mendja që në atë kohë do ketë ai stadiumi ishte i hapur, edhe ai thoshte mirë lojtarët që kishin vap edhe ishte nxehtë atmosfera, po tifozët tha si kanë ndrit aty 5 orë, erdhën më përpara, ndetën dhe mbrapa, ishte se stadiumi ishte pambulec komplet, Rose Bowl, Pasadena, ishte një nuk ka rekurat e finale, domethënë për nga situata dhe nga gjithë ajo ç'a ndodhi aty. Po do të marr me vete dhe krem dielli, ujë dhe krem dielli, po. Sa pa fal janë. Edhe këtë radhë nuk është se do jetë shumë e lehtë, sepse do ketë disa orare që janë të papërshtatshme për të luajtur atje, por të përshtatshme për t'i parë ne. Ne e provuam dhe vitin e kaluar me botrorin e klubeve, ku disa ndeshje u luajtën në vap, ishte e tmerrshme situata, po do ja dalim besoj, do ja. Do të thonë kjo edhe sundon me sa kuptoj unë fuqia e paras në këtë rast, pra maksimizimi i fitimeve për FIFA-n, transmetimet edhe këto gjërat e tjera. Imagjino në këtë vit në krahasim me botrorin e Katarit të 2022-shit, 4 vite më parë, shpërblimet që jep FIFA për kombëtarët e Smarts janë 50% më shumë. Imagjino se çfarë fitimesh kanë arritur ata në 4 vite të gjenerojnë duke shtuar numrin e ekipeve, duke shtuar numrin e ndeshjeve. Gjenerohen dhe më shumë para nga drejt televizive, reklamat e shumta e gjithçka tjetër. Ekonomia, ç'bën. Po mirë Glen, ti i hym pak më thellë. Sipas teje, cilat janë kombet të favorizuara ose që mund të ngrenë trofeun këtë vit në 2026? Po gjithmonë bëhen këto studimet ose statistika në bazë të shifrave lojtarëve që kanë ekipet, lojtarët që do marrin pjesë në këtë botror, dhe për thënë vërtetën në këtë vit 3 ekipe europiane janë në listën e parë të favoritëve, që është Spanja, Franca dhe Anglia, janë të renditura pikërisht kështu, po me pak diferencë me njëra tjetrën. Spanja që vjen si kampion e Europës, Franca që është gjithmonë aty sepse vitet e fundit ka një dominim në arenën europiane dhe ka lojtarë të jashtëzakonshëm. Edhe Anglia shtuar ndjeshëm, sidomos pas ardhjes së Tuchel ka marrë një bonus plus për të qenë mes 3 favoritëve kryesor. Pastaj vijnë të zakonshmit Brazili, Argentina, Gjermania, po pak më e spostuar është Portugalia, që unë mendoj që mund të jetë një nga skuadrat surprizë të vit, sepse është një kombëtar që nuk e ka fituar asnjëherë botrorin, po ka një brez futbollistësh me të vërtetë që bëjnë që të shpresojnë që mund të jetë viti i duhur, përveç Ronaldos që dihet që tani edhe është mosh pak më të vjetër, po pjesa tjetër janë lojtarë të ri, janë shumë të mirë. Një pjesë e mirë luajnë te Paris Saint-Germain që fituan Champions League, kështu që kjo e bën që ata të jenë një kombëtare që mund të arrijë ta fitojë këtë vit, mund të ketë shanse më shumë në krahasim me vitet e mëparshme. Do ndaleshim pak edhe tek mënyra se si ndeshjet do të vinë tek publiku shqiptar, se shumica dërmuese prej nesh. Orar pa orar. Po shikojmë pa kalendarin dhe për shembull ka ndeshje përveç orës 9 që është një orar i rëndësishëm dhe i shikueshëm nga të gjithë. Do kemi pastaj në orën 22, për në orën 10, në orën 12, në orën 1, në orën 2, në orën 3, në orën 4, në orën 5 deri në orën 6 kishte ndeshje. Në gjithë oraret e mëngjesit janë të përfshira në këtë botror. Si do ja bëni? Si do ja bëni? Do mundohemi. Se kemi një pyetje këtu se sa vështirë është të organizosh nga FIFA 104 ndeshje, po sa vështirë është të transmetosh? Besoj se ata i kanë marrë masat për këtë pjesë. Nuk diskutohet sepse eksperienca është e madhe me evente, jo, unë nuk do komentoj këtë vit. Do jem vetëm në Top Channel këtë vit. Digitalbi do t'i transmetoj në 2 kanale të gjitha ndeshjet e botrorit, të 104 ndeshjet, kështu që për të gjithë ata mjafton që ti të kesh një abonim ekzistues dhe mund t'i shohësh ndeshjet free, kështu që është një edhe kafe, duhet edhe kafe për këto ndeshje të orës 3 në mëngjes për shembull. Tani shiko, në verë përgjithsisht njerëzit edhe mund të rinë pak më gjatë, më vonë pra po edhe mund të zgjohen pak më herët, nuk është në sakrifizë e madhe. Po po mendoj, nuk është gjë e keqe për shkakun që vë alarmin e zëm se është ditë shtunë. Për të parë ndeshjen e orës 6 të mëngjesit. Va alarmin çohesh edhe fillon dita me një ndeshje aty janë rreshtuar, aty janë bërë gati. Besoj këto ndeshjet e rëndësishme pra ku publiku është tifoz, është me ekipe dhe do t'i ndjeki Brazili për shembull, Gjermania apo në Spanjë, në Angli që Shqipëri ka shumë tifoz, besoj që do t'i ndjekin gjitha ndeshjet. Nuk besoj që do bëjnë sakrifica për të parë Kuraçaun apo Haitin apo Uzbekistanin. Këto nuk besoj.